Pas 10 ditësh ndërprerje, rruga u botit i rikthehej qarkullimit normal të automjeteve, përmirësimi i kushteve atmosferike dhe ndërprerja e shkarkimeve në kaskadën e Drinit kanë bërë që uji të tërhiqet. Nga fshati janë larguar edhe mjetet e ushtrisë, të cilët për gati 2 javë ishin në gatishmëri të banorëve. Po ashtu, i hapur është edhe aksi i qaftore theth, pas një pune intensive për pastrimin e borës dhe kriposin e rrugës, qytetarët dhe turistët mund të qarkullojnë, ndonse duhet të pajisen me goma dimrore. Sipas dhënave nga Drejtoria Rajonale e Shërbimeve Publike dhe Njësitë e Mirëmbajtjes së Rrugëve, moti në aksin Koplik-Bog, Deda i Razëm dhe Bog-Theth është i kthjellët dhe me diell, nuk ka rreshje shiu apo odëbore, ndërsa rrugët janë të pastruara dhe të kriposura, duke siguruar kushte optimale për qarkullim. Në të gjithë zonën, punonjësit me mjetet dhe ekipet të specializuara mbeten në gatishmëri për të ndërhyrë menjëherë në rast rreziku, duke e garantuar sigurinë e qytetarëve. Autoritetet bëjnë apel për kujdes dhe respektim të rregullave të qarkullimit, veçanërisht në zonat malore ku rreshtet dhe ngricat mund të rikthehen papritur. Ky rikthim në qarkullim i rrugës së Thethit është një lajm i mirë për banorët, turistët dhe operatorët turistik që veprojnë në zonën e Bogës së të Thethit, duke lehtësuar transportin dhe aktivitetet turistike përgjatë kësaj periudhe të dimrit.